Studio Aroma Islame, Aroma Islame. تغنى بالقرآن وحي السماء الرباني. Mund të klikoni në Google www.aromaislame.com. صاد وقاف وهو Ligjërata të ndryshme, Sheqet Krasniqi, Mazlumi, e të tjerë. Studio Aroma Islame, Aroma Islame. تغنى بالقرآن وحي السماء الرباني. Në një kohë kur janë zhvillu 3 atentate ndaj 3 njerëzve të mëdhej shqiptarisë, është kry atentati edhe ndaj Molla Halimit, i cili ka qenë pronar i këtij vendi, i këtij trulli, ku sot pas 100 vjete është ngrit kjo xhami me lejen e Allahut Azza wa Jall, edhe nuk është e rastit që njeri më i zgjedhur i kësaj komune dhe këtij vendi tjetë imam këto. Prandaj e lusë Allahun Azza wa Jall që vllaun ton, hoxhën ton, edhe gjithë hoxhallarët kudo që t'janë, dhe gjithë ummetin e tij, ummetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam, Allahu Azza wa Jall t'i pastroj prej mëkateve. Edhe ajo që po ndodh në Siri prej kriminalëve të Ahmedinexhadit, prej bolshevikëve dhe çetnikëve të Besharit, i cili ju Beshir bin Niran, i cili është i morë njerëzve myshde në xhehenem bi idhnillah. Kjo është pastrim se fitoria e Allahut pa tjetër se ka me atëru. Por fitoria dhe ngadhnimi o vllazni i përngjon aeroplanit. Aeroplani zbret në tokë, por nuk zbret çfarë do tokën. Nuk zbret në tokën ku është e përlyme me kufër dhe me shirk. Nuk zbret në tokën e cila është e përlyme me gjunahe. E duhet mu pastru dhe mu pregadit pista për të pranu aterimin e fitores dhe bereqetit dhe ngadhnimit dhe triumfit Allahut Azza wa Jall. E biidhnillahi l-wahid el-ahad, atje vërtet po vritën, po masakrohen, po merret në përkon deri muslimanve. Mirë po shtohet bindja se nuk mundet me ndihmu fen Allahut përveç se pasus të 124.000 pejgamberve të ty, të cilët kanë qenë prej Nuhit alayhi salam deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe po bëhet e qartë njëre për gjithmonë se s'ka mundësi sunnit dhe shiat la'nahumullah mu kanë në një vi, se ata kur s'kanë qenë as në fillim e as në mbarim me lejen e Allahut Azza wa Jall. Prandaj o vllazër të nderuam, e lusë Allahun Azza wa Jall imanin me na ashtu. Imam Ahmedin vitin 241 pas kalendarit hijri ka ndru jetë. U kon imam i ehlu sunnetit. Ebu Bekri nja në kohën e ti, e Imam Ahmedi në kohën e ti. Ulemaja kanë përmend, para 1200 vjetë Imam Ahmedi ka ndru jetë edhe ka jetu. Kur është fal në kohën e Memunit, ju e dini se se kanë maltretue, mas kohës ti ka ardhë vathike, mas vathike të ardhë i mutevekile, kanë shupe i burgut, e një kohë se kanë lonë në mojtë vajzë në për xhamia, as me ushtru detyren e mësuesit dhe të profesorit. A i ka qenë akademik, me plot kuptimin e fjallës. Këta akademik të në smunën e muqumja ciklit, kom të smunën ati, radiallahu ta'ala anhum, el-ejma'in. Edhe vëllezër të dashur xhamati kanë thonë, o imam, një më falë, që është si xhamati që i falën mas mëlla e kremit, o imam, 5 voktet me neve për i falë. Allah hile e kanë vetë, a kina njerin ftyrë tëke që e dënë dikën ma shumë se neve. Ata kanë menu se a i po falët me ta shky dënë këta mas shumëti. E dënë normalisht imami do duhe edhe në vazhdimësi, imami cili vërtet dënë me shku me xhamatin e vetë, në xhenet pa tjetër duhet me dash xhamatin e vetë. Mirë po, a e dënë mas shumëti, besimtari, qatë besimtarin që e shep për dit, ajo, kjo është një mesele tjetër. E Imam Ahmedi ka thonë, ka njeri që njerë e kumë po, thot, e dua to mas shumë se sa ketë ju që jeni këtu. Edhe në vllaznin në është arroll po takomi, po në një vijena, në një vit metodologjisë, në një vit akides, në një vit burnis, të guximit, ta mbështetim njëri tjetrin, ta duim njëri tjetrin, t'ja mbulojmë të metat njëri tjetrin. Wallahi Zoti ku më na dosh. Wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran 'azima. Allahu do t'ju jep besimtarëve shpërblime të një pasnjëshme.
se Allahu I dënë besimtarët. E jo vllazën me gjunahet tona, edhe me tmetat tona, dhe me nxitimet tona, që ka thonë Allahu Azza wa Jall, e te gjalune lillahi alejkum sultanen mubina, thot, o robrit e mi, ju me gjunahet e juja, mi jepni mu argumente kundër juve, se na kur të bojna gjunahe, na deponojmë argumente kundër vetvetes tonë kur dalim para Allahut Azza wa Jall. Ma bëni Allah, nuk e po ta njetë që kash gatë me full më Allah e krem, po inshallah Allahu Azza wa Jall na shton mësimin, edukimin, udhëzimin, edhe të njëjtën kohë o vllazën, e lusë Allahun Azza wa Jall që nese kur dalim para ti të jemi në hijen e arshit, ku nuk do të ketë hije tjetër pos hijes e ti. Ma bëni halal, e vërtet shumë ju du për hir të Allahut Azza wa Jall. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Studio Aroma Islame, Aroma Islame. تغنى